Kjo është dhurata jon nga kombinati me shumë dashuri që vota jon shkoj për partinë më të mirë të këtij vendi dhe për drejtimin më të mirë drejt BE-s. Faleminderit. Kjo është e dyta. Dhe një dhuratë tjetër nga votuesit për herë të parë. Është një dhuratë nga një punishtë artizanale për zotin kryeministër, sigurisht nga kombinati. Nga kombinati edhe për ta lënë me bukur. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe më vjen keq që s'ka pak më shumë vend për ata që janë aty mbrapa, se kanë mbetur shumë njerëz jashtë. Ju falenderoj shumë edhe dua radh parë të shpreh mirënjohjen time dhe respektin për të gjithë ata që janë këtu, vajza dhe djem që janë votues për herë të parë. Është shumë e rëndësishme për ne kjo që po shohim në këto ditë dhe që unë kam prekur në të gjitha shtabet e Tiranës ku kam shkuar me Ogertën. Fakti që ka shumë vajza dhe djem, nxënës, student të angazhuar në këtë rrugë dhe të vendosur që deri 11 maj të bëjnë gjithçka munden për të pasur sa më shumë shoqe dhe shok të tyre në kutitë e votimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe për faktin se këto zgjedhje janë zgjedhje të lidhura drejt për drejt, mbase si asnjë palë zgjedhje tjera që kur të paktën unë mbaj mend me interesin e votuesve të parë, drejt për drejt. Natyrisht që të gjitha zgjedhjet kanë interesin e tyre për të gjitha kategoritë, por këto zgjedhje janë të lidhura më shumë se sa çdo palë zgjedhje tjera deri më sot me interesin e votuesve të parë, me interesin e vajzave dhe djemve që janë pjesa më e re e shoqërisë tonë. Për arsyen e thjeshtë se në këto zgjedhje populli ynë mund, duhet dhe unë kam bindjen e plotë që do të marrë një vendim shumë të rëndësishëm, për i cilit pastaj do të vi një periudhë përpjekje kombëtare intensive për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian dhe për të bërë të mundur që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe të gjithë vajzat dhe djemt që janë këtu apo që janë bashkëmoshatarë të tyre në të gjithë Shqipërinë apo dhe përtej kufijës së Shqipërisë, por që janë shqiptarë dhe shqiptare, të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian që nuk është një dokument tjetër udhëtimi. Pasaporta që ne kemi sot është një dokument udhëtimi, që ne jep mundësinë të lëvizim, të hyjmë dhe të dalim nga Bashkimi Evropian, por nuk na jep të drejtën të qëndrojmë. Që do të thotë jemi thjesht dhe vetëm kurreshtar që shkojmë atje, turist, vizitor që shkojmë atje, student të huaj që shkojmë për të studiuar atje, apo të huaj që për të qëndruar atje duhet kërkojmë azil e kështu me radhë, po nuk jemi qytetarë të barabartë. Ndërkohë që me hyrjen në Bashkimin Evropian
Shqipëria bëhet një shtet antar i barabartë me tjerët dhe çdo qytetar i këtij vendi bëhet një antar i asaj familje të madhe popujsh. Dhe natyrisht që nëse marrim thjesht këtë ndryshim, është njësoj si të pyesësh veten, do të jetosh dhe do të jesh qytetar i një vendi shumë të vogël apo një vendi shumë të madh. Dhe natyrisht, nëse përgjigjja është dua të jem qytetar i një vendi sado të vogël, që është vendi im, por nëse më jepet mundësia që vendin tim ta shoh bashkë me shumë vende të tjera dhe unë të jem qytetar i asaj familje të madhe vendesh, atëherë patjetër që kjo e dyta është ajo që më duhet. Dhe e vërteta është që me hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria bëhet e madhe sa Bashkimi Evropian, dhe Bashkimi Evropian bëhet i vogël sa Shqipëria. Njësoj si sot për të lëvizur nga Tirana në Shkodër apo në Korçë apo në Vlorë, nuk duhet asnjë gjë tjetër përveç dëshirës dhe mundësisë për të shkuar. Kështu është kur vendi është antar i Bashkimit Evropian për të lëvizur nga kombinati në cilin do qytet të Bashkimit Evropian, nga perëndimi në lindje, nga veriu në jug të Bashkimit Evropian. Dhe momentin që ne bëhemi antar i Bashkimit Evropian, të gjithë ata që shkojnë të studiojnë atje, nuk janë më student huaj, po janë student evropian që janë me të njëjtat të drejta dhe kanë të njëjtin trajtim si të gjithë studentët e atjeshëm, qofshin të lindur dhe që banojnë aty apo të ardhur aty. Është shumë e rëndësishme për ne kjo, sepse kjo na jep mundësinë të ndahemi një herë për gjithmonë nga një histori shumë e gjatë, ku kemi kaluar shumë sundime dhe regjime, po ku asnjëherë nuk kemi qenë të lirë dhe asnjëherë nuk e kemi jetuar barazin para ligjit. Ndërkohë që këto kemi filluar t'i prekim sot, por s'ka asnjë diskutim që për t'i garantuar një herë për gjithmonë duhet jemi atje, duhet jemi së bashku me ata, duhet jemi këtu njësoj si ata, pra antar të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, nuk ka diskutim që në një kohë kur bota po ndryshon, kur rreziqet po shtohen, kur lufta është kaq e pranishme dhe nuk është më një film bardhëzi që e shohim si diçka që ka ndodhur kur ne nuk ishim akoma në këtë botë, është shumë e rëndësishme që të jemi sa më të fortë. Dhe që të jemi sa më të fortë, duhet jemi bashkë me të tjerë, duhet jemi trimi mirë me shok shumë dhe në rastin e Bashkimit Evropian, mundësia, fati dhe zgjedhja jonë është që të jemi me vende shumë të zhvilluara dhe shumë të forta. Edhe për sigurinë tonë, edhe për mbrojtjen tonë, nga të gjitha rreziqet që mund ta kanosen. Por hyrja në Bashkimin Evropian nuk është vetëm kjo anë, është dhe ana tjetër. Sikundër për gjithë individët fillon një jetë e re, në një hapësirë të re, sepse bëhen banor të një vendi të ri, edhe për Shqipërinë, fillon një jetë e re me hyrjen në Bashkimin Evropian. Bëhet një Shqipëri e re, sepse ulet në të njëjtën tryezë si e barabartë me të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe duke bërë pjesë e asaj familje,
në fazën kur Shqipëria ka nevojë ende shumë për financime, ka nevojë ende shumë për zhvillim, ka nevojë ende shumë për të rritur dhe për të fuqizuar, ajo familje na jep mundësinë që të kemi, përveç buxhetit tonë që e krijojmë nga të ardhurat, nga taksat dhe kontributet e gjithsecilit, edhe një buxhet ekstra që është buxheti i familjes bashkuar europiane. Dhe nëse sot ne shohim që në këto vite Bashkimi Evropian na ka ndihmuar, na ka mbështetur me diçka më shumë se 1 miliard euro, në momentin kur bëhemi antar të Bashkimit Evropian, ne çdo vit marrim diçka më shumë se 1 miliard euro. Dhe ka një ndryshim shumë të rëndësishëm, sepse këto 1 miliard dhe diçka më shumë euro që kemi marrë deri më sot janë 90% kredi. Janë hua. Patjetër që janë hua e but, po hua që ne kanë dhënë për shumë çka kemi bërë, për infrastrukturën, për arsimin, për bujqësinë e kështu me radhë. Kur jemi antar, 90% e atij 1 miliard e ca që do marrim çdo vit, do jenë para solidariteti e kësaj familje për ne. Sepse ajo familje është e ndarë në 2 grupe. Ka kategorinë e vendeve kontribuese, që janë vendet më të forta, më të zhvilluara, më të pasura, të cilat japin në buxhetin e përbashkët më shumë se sa marrin nga buxheti i përbashkët, dhe janë vendet përfituese, të cilat marrin nga buxheti i përbashkët më shumë se sa japin për buxhetin e përbashkët, siç është edhe rasti ynë. Dhe keni parasysh që Bashkimi Evropian ka shumë solidaritet, ka shumë mundësira, ka shumë financime për fëmijët dhe për të rejat e për të rinjt. Në të gjitha nivelet. Ne kemi në programin qeverisës të mandatit 4, ne kemi një instrument të ri që quhet Garancia për Fëmijët. Garancia për Fëmijët është një instrument i krijuar mbi modelin e Bashkimit Evropian. Dhe praktikisht edhe me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, për cilën jemi dakordsuar, ne do të arrijmë që të mbështesim rreth 100.000 fëmijë që kanë nevoja të ndryshme. Po ashtu, sot Shqipëria po bën hapa shumë shpejt përpara, falet dhe shumë vajza dhe djemve talentuar që ka për sa i përket teknologjisë. Dhe kemi shumë rezultate vërtet mbreslëndse nga puna e bashkëposhtëtarëve tuaj në fushën e teknologjisë. Qeveria ka një program të veçantë që i mbështet të gjitha startupet. Por në momentin që ne bëhemi antar të Bashkimit Evropian, programi i mbështetjes startupeve për vajzat dhe djemtë e talentuar në teknologji 10 trafishohet. Nga një pamja e mundësisë financiare. Dhe dua të prek edhe një aspekt tjetër, duke qenë se rasti e solli që unë t'jem pjesë e skuadrës deputetëve të Tiranës, edhe s'kam qenë asnjëherë deputet i Tiranës, jam të herë, dhe për shkak të kësaj detyre, o zogu, po na myte me atë fishkëllim, na myte morë burë. Po na myte morë. Po që pas ke qenë morë. Do jesh në atë
nxehtësinë e dashnisë që fishkëllen, por nuk ngjijon Kanarina. Po çfarë fishkëllime pas ke pas, mo? Shive. Po na myllë, mo. Apo e ke nga Bashkimi Evropian, që nuk e... Po thosha që duke qenë se kjo e deputetit të Tiranës është një mision i ri për mua, edhe duke qenë se për shkak të ndjekjes së fushatës bashkë me Ogertën kam shkuar në shumë pjesë të Tiranës që për hir të vërtetës nuk i kam parë, si kam parë. Dhe kam parë ndryshime të jashtëzakonshme. Tirana sot është diçka krejt tjetër nga ajo që ka qenë kur ne edhe ju që fishkëlleni keni qenë të vegjël ose s'keni sishit fare atëherë. Po këtu ka disa që kanë qenë pjesë e kësaj përpjekje qysh atëherë. Shi, po mboni shefi tash, ja. A doni me një gjuhë këtë pjesë, apo s'doni me një gjuhë, se s'po ju marrë vesh? Apo s'ju intereson fare? Duke qenë se atëhere, kur ne e nxorëm Tiranën nga një kënet e jashtëzakonshme, e pa imagjinueshme, dhe filloi qyteti të zhvillohej, perceptimi im ka mbetur mbrapa në raport me shumë pjesë të qytetit që sot janë bërë pjesë të integruar plotësisht, por që atëherë as nuk ekzistonin. Për shembull, nëse unë ju them që atëherë nuk ekzistonte as Tiri, juve do habiteni, por nuk ekzistonte. Ai që është sot, se ishte, po kishte shtëpi të vogla,